është Prishtina, Felisoj, Gjiloni, Peja, Prizreni dhe 13 grad është në Gjakov. Okej, Shqipëri, si jeni ani mirë, edhe jo atje keni me pas ca vranësira si pas ekspertëve të meteorologjisë, mi po që besa dhe djeli do t'ju ngroh pak, me qenë se jo atje keni temperaturat më të mira se na këtu në Kosovë. 4 është Korça, 10 gradë është Tirana, 12 është Durrësi dhe 11 gradë është poshtë në Saron, ndërsa ato maksimalet për ditën e nesër me 16 Tirana, 15 është Durrësi dhe 15 gradë është poshtë te Saranda e bukur. Rajoni si pas ekspertëve të meteorologjisë do të ketë vranësira, mi po që besa dhe shiu nuk do të mungojnë në Ulqin, Rozhoja është kthjellët pa diell, mi po edhe shi nuk ka me postë. Minimale në Rozhoja është 2 gradë, pis Rozhoja, 6 është Shkupi, 4 Tetova dhe 8 gradë është në Ulqin, dërsa ato maksimalet 6 në Rozhoj, 12 është Shkupi, 10 është Tetova dhe 15 gradë është te Kalaja e Ulqinit. Evropa kontinentale, Evropa e vjetër që po na presin edhe neve atje me u kyç, gadal, hop pas hopit. Vranësira, Oslo pas bora atje fjolla. Temperatura në Oslo ka me qenë -3 gradë që ku së ndëruar, me shdryk njëra poshtë, Athina është 11, 13 është Roma, 4 Parisi dhe jemi numër 1 në Londër. Okej, ajo maksimale 8 në Londër, 9 gradë është Parisi, 15 Roma, Bonasera, dhe 17 gradë është në Athinë. Ditën në vim, regjia, faleminderit shumë. Ajajajajajajajaj. Okej. Nesër ka djem, të premtët ka me postë vranësira, riga në kole shiju. Mi po këtu riga në kole shiju, mund më ndosë që me ra dikur ka pasditja. Po edhe që se bjerë mëngjes, nuk ka problem. Okej, 0 është minimale deri në 6 gradë, edhe ajo maksimale është 8 në 11 gradë Celsius. Ishte ky parashikimi motit për ditën e nesërme dhe ditët në vim. Unë jam Nek Miftari, qëndroni me Klan Kosovën. Mirë pafshim, ciao!